Se nuk duhen konsumuar bananet me stomakun bosh. Në mëngjes shpesh arrijmë për të konsumuar disa fruta të shijshme, sidomos nëse konsumojmë banane me stomakun bosh. Bananet janë praktikisht frutë të cilët e qërojmë në çast dhe janë të ëmbla, të ngopshme dhe japin energji. Por ato kanë një efekt pozitiv në shëndet dhe ekspertët këshillojnë që të hahen deri në 3 banane në ditë. Por ky frut ka edhe një tëmet të vogël. Kur konsumohet me stomakun bosh, sheqeri hyn në gjak dhe rritet më shpejt. Gjithashtu rritet niveli i acideve në trup. Ato gjithashtu çojnë në lodhje. Bananet deri në 25% përbëhen nga sheqeri. Nëse i hani me stomakun bosh, niveli juaj i insulinës do të rritet ndjeshëm, por ajo do të bjerë përsëri shumë më shpejt. Kështu trupi do të rindërtohet më shpejt dhe do të ndjeni më shumë uri. Bananet këshillohen të mos konsumohen me stomakun bosh pasi të keni ngrënë diçka, janë më të mira për të sjellë edhe elementet e tyre ushqyes.